إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet në këtë ditë madhështore ja përcjellin profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, Allahu Gjelle Gjelaluhu e bëri këtë botë një pistë karimi për në vepra të mira, që secili njeri të mundohet dhe të garon e të shton sa ma shumë vepra të mira në to. Edhe se me të vërtetë se ndër veprat më të mëdhaja e nga veprat më madhështore që nuk psojnë humbje pas dhe e shëndron atë të voglën e cila duket në sytë e njerëzve e vogël, që e shëndron në diçka shumë të madhe në sytë e Zotit të njerëzve, është sadakaja, është lëmosha dhe është shpenzimi për hir të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Dhe se në këtë kuptim fisnik, na I dhuroi një këshill të madhe dhe një fjalë dhe e tha imami I shquar dhe adhurusi I njohur Yahya ibn Zakaria Ar-Razi rahimahullah. Ai tha këtë fjalë duke na treguar dhe duke na dhuruar këtë këshill të madhe që është në veti muslim, fa ma a'rifu habbatan tazinu jibal ad-dunya illa al-habbata min as-sadaqa. Nuk I di dhe nuk I njoh ndonjë kokër e cila është kokër e vogël, që ajo kokër e vogël të peshon sa malet e kësaj bote, përveç kokërës e cila jepet nga sadakaja dhe nga lëmosha, nga shpenzimi në rrugën e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Po vëllezër, si ka mundësi që një kokër aq e vogël të jetë, ndoshta në sytë e njerëzve s'ka asnjëfar vlerë dhe nëse e vendos në dorën e njeriut gati se nuk shihet me sy, e ajo pastaj të shumë fishohet dhe të shtohet e të peshon sa kodrat e forta dhe të palëkunshme të kësaj bote. Për arsye se o vëllezër, kjo nuk matet me standardet e njerëzimit, po matet me standardet e Zotit të njerëzimit. Ai I cili e shumë fishon të mirën dhe veprën e mishpërblimin e saj, ai I cili e pranon të voglën dhe të baktën e saj dhe pastaj e jep shpërblimin e madh dhe shumë fishon shpërblimin e saj, e që e ruan bile dhe e shëndron nga ajo kokra e vogël në male të mëdhaja, të cilët peshojnë me shpërblim të madh, që I bën si një thesar të ruajtura për pronorin I cili do t'jep sadaka dhe lëmosh që të I gjindet në ditën ku nuk bën dobi as madhi as evladi, përveç ai I cili vjen Allahu Gjelle Gjelaluhu me zemër të pastër dhe me zemër
shëndosh. Këtë shembull o vëllezër na solli Allahu xhël xhelaluhu në Kur'an. Dëgjoni këtë shembull të mrekullueshëm se si e solli Allahu xhël xhelaluhu në librin e tij. Tha Allahu xhël xhelaluhu: "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba." Tha Allahu xhël xhelaluhu shembulli i atyre të cilët shpenzojnë nga pasuria e tyre që ju ka dhëruar Allahu xhël xhelaluhu, tha është si shembulli i një kokrës. E keni parë kokrën e grunit? E merr dhe ato e hudh në tokë. Një kokër të cilën e hudh, tha Allahu xhël xhelaluhu, ajo i mbin 7 kallim. Në çdo kallim nga 100 kokra. Pra këtë shembull e sjell Allahu xhël xhelaluhu me një kokër të cilën ti në këtë botë e hudh, në tokë të pastër e cila është e bujshme dhe e mirë, ajo pastaj i mbin 7 kallim, e ato 7 kallimjet kanë secilin nga 100 kokra. Por Allahu xhël xhelaluhu na dha këtë shembull dhe pastaj vazhdoi dhe tha Allahu yudaifu liman yasha. Ai është Allahu xhël xhelaluhu i cili ja shumë fishon shpërblimin kujt të dën sa të dën ai. Pra një kokër e vogël e grunit që ti nëse e jep për hir të Allahut xhël xhelaluhu, që ti ndoshta e zën të pavlefshme në këtë dunjë, e ajo do të shumë fishohet me 700 fish, të cilin Allahu xhël xhelaluhu e zën. Shembulli i lartë të vëllezër i librit të Allahut xhël xhelaluhu, që neve na bën me dije se ndoshta një sadaka e vogël, të cilën ti e jep, mund të jetë shumë e pak, ndoshta një dinar të vogël të cilën ti e jep shumë e pak, por ajo peshon sa malet e kësaj bote mbi 700 fish. Dhe Allahu xhël xhelaluhu për të na treguar se nuk përkufizohet në numra shpërblimi i tij, ai nuk e ndaloi ajetin deri këtu dhe të thotë një kokër 7 kallim, ato 7 nga 700, pra me 700 fish të tash problem. Por Allahu xhël xhelaluhu tha wallahu yudaifu liman yasha. E vazhdoi ajetin me thënë Allahu ja shumë fishon kujt të dën sa të dën Allahu xhël xhelaluhu. E vëllezër, ne të cilët jemi edhe të cilët i ndëgjojmë këto shembuj, ku jemi na nga ndërtimi i kodrave të mëdhaja të shpërblimeve, edhe nëse janë të pakta shpenzimet, edhe nëse është e vogël, ndoshta në sytë tonë duket shumë pak, që ti t'ja hapësh 1 dinar dikuja, apo t'ja japish një kafshat në gojën e një të uriturit, apo t'ja hapësh një copë bukë dikuja i cili është shumë i nevojshëm, apo 1 dinar dikujt dhe një fukaras, ti ndoshta e zën ato shumë pak dhe të pavlefshme të njerëzit, por te Allahu xhël xhelaluhu të shumë fishohet e të rritet sa malet e kësaj bote, e që të gjendet në vitet e jetë të njësa yte në mes teje dhe zjarët të xhehenemit, e të shëndrohet. Kjo vepër ndoshta është shumë e vogël, por nëse e me sinqeritetin në Allahu xhël xhelaluhu, ajo të jetë një ditë të shëndrohet në një hije e cila të strehon ty në hijen e ditës së gjykimit, ashtu siç na lejmëroi profeti jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur tha se i 6 nga ato 7 persona të cilët do strehohen në ditën e Kiametit në hijen e arshit të Mëshiruesit kur ka hije përpas hijes së tij, tha është ai burri i cili jep sadaka dhe ai e fshehën ata, pra ky është ai i cili ndërton hijen e tij, këtu ndoshta edhe me pak që jep për hir të krijuesit të tij. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-aliyyil a'la wa salatu wa salamu ala an-nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, pasi që pam se një kokër e im dhe e vogël, ajo shumë fishohet dhe zmadhohet dhe bëhet aq e madhe nga këto vepra të mëdhaja, cila është vepër e veçantë që ta shumë fishon ty shpërblimin e madh sa malet e kësaj bote. Dëgjoni një shembull tjetër që Allahu xhël xhelaluhu në Kur'an na çon drejt dhe e tërheq përjetën tonë drejt këtij moshi që na ta shikojmë se çfarë shembulli tjetër solli Allahu xhël xhelaluhu në Kur'an. Tha wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الله جل جلاله shembulli I atij I cili shpenzon dhe jep për hir të Allahut xhela xhelaluhu për të arritur kënaqësinë Allahut xhela xhelaluhu nga bindja e vetvetes së tij të cilën ai e ka në shpërblimin e Allahut xhela xhelaluhu dhe e jep ato me sinqeritet. Sa do që të jetë ajo, nëse është shumë dhe nëse është pak. Allahu xhela xhelaluhu sot I shembull tha ai që je për hir të Allahut xhela xhelaluhu me bindje në shpërblimin e Allahut xhela xhelaluhu tha shembulli I tij shembullen si një kopsht I cili është I dendur I gjetur në një rafshnal I cili gjendet ky kopsht që ati kopshti vazhdimisht I bin shiu I vrullshëm. Në atë kopsht vazhdimisht ka shi të shumë. E pastaj nëse nuk vjen shi fare, atë e kap tha atë kopshtin e kap edhe një vas. Vas lagështia e mëngjesit e cila është na I thomi karon një rus. Spaku e kap një rus. E pra Allahu xhela xhelaluhu vëllezër na jep një shembull në Kur'an që na ta hulumtojmë dhe ta meditojmë dhe ta shikojmë se si Allahu xhela xhelaluhu e shumë fishon edhe se si shembullen atë I cili jep për hir të Allahut xhela xhelaluhu. Nuk jemi vepër në shembullin e kopshtit të gjelbit në rafshnal, në rafshnal, se është vendi ku të gjithë ato e lakmojnë ta kenë një kopsht në këtë ajër të pastër ku në to jep fryte. Nëse e kap shiu I vrullshëm, shiu I bereqetshëm dhe I shumë, ai tha Allahu xhela xhelaluhu I jep fryte të dy fishta. E nëse nuk e kap shiu, ndoshta të tjerë thohen, po ky kopshti që është në atë rafshnal atje, atë e kap një vas, një lagështi e vogël që e kap e rosa, spaku të gjithë ndoshta thohen, po ai nuk thonë. Shembulli është pra se Allahu xhela xhelaluhu na jep të kuptojmë vëllezër që ti sa do pak që t'japësh. Nëse jep shumë, do t'jep si ky kopshti I cili e kap shiu shumë e të shumë fishohet dhe të dy fishohet, ai është problemi yt. Edhe nëse është e vogël pak, ndoshta ti nuk e vlerëson shumë dhe duket shumë e vogël, po edhe ai e vogël do të rritet me të madh. Pra e njëjti sikur ky kopshti që nuk thahet dhe një gjelbër që e kap ato dhe vasa. E mu për ato vëllezër, ne si musliman duhet që të jemi nga ata të cilët ndërtojnë kodrat tona të shpërblimit, edhe pse ndoshta janë pak. Mos prit që të lypet ndonjëherë vazhdimisht, apo të rëndohet që të thonë e ja shpenzo për hir të Allahut këtu, na ndihmoni për këtë sen, na ndihmoni për atë sen, po të jesh ai nga ai I cili e mendon gjithherë shpërblimin e madh të Allahut xhela xhelaluhu, edhe ti nga vetvetja yte të shpenzosh dhe të dhurojsh me mos për hir të Allahut xhela xhelaluhu. Nëse duhet në xhami, ti shkon nga vetë vullnetaria yte, jep për xhami për shtëpinë Allah. Nëse duhet për mësimin e talebeve, ti jep aty ku duhet. Nëse duhet për ndihmesën e një fukara, jep aty ku duhet. Jo të pritemi gjithherë që të kërkohet nga ti e pastaj të japësh diçka. Lutim Allahun xhela xhelaluhu që Allahu xhela xhelaluhu të shumëfishon pasurinë tonë